Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio dhe ashtu siç premtuam, do ju flasim për një shfaqje për fëmijë që është shumë interesante dhe do keni mundësi të gjithë ju prindërit t'i dërgoni fëmijët të premte në datën 24 tetor në ora 4. Në ora 4 dhe studio na është mbushur plot se kemi regjizoren Najada Elmazi dhe Kataleja Petrović dhe Erma Dina, dy aktore të vogla të talentuara dhe shumë të bukura për publikun, por dhe për ato shikuesit e vegjël. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Për ju është shfaqja juaj e parë? Jo. Jo. Patjetër që jeni profesionistë tashmë. Po për ju? Për mua, në fakt, e di çfarë po mendoja, mbrëm, ti është regjizore nuk është e lehtë. Nga aktiviteti në aktivitet, nga shfaqja në shfaqje, mbrëm isha me tritur, se ishin 125 vjetori na infrashërit, në qytetin e Durrësit, dhe tani më duhet punoj me fëmijët. Dhe po shikoja nga të rriturit tek fëmijët, cili është ky elementi për bashkët që i lidh. Po mendoja është ai sinqeriteti skenik, që në fundit në skenë edhe të rriturit janë të fëmijë. Po. Që e bukur kjo? Dhe do flasim për shfaqjen Xhungla që flet. Po. Tani vjen pas dy shfaqjeve të mëparshme shumë të Në fakt i bie shfaqja e 4, sepse ne kemi vënë dhe vjetër qershor, duke qenë se shfaqja pati një impakt te publiku, pati kërkesa, komunikoi dhe ne po e vendosë. Shikoj, se ka një lloj paragjykimi kur shfaqjet janë me fëmijë. Në fakt janë të fëmijë që janë të edukuar artistikisht, pra edhe nga ana profesionale. Janë fëmijë të cilët të rriten në skenë, është shfaqje me gjithë elementet e plot, si një shfaqje me të rritur, po flasim qoftë nga ana regjizoriale, nga kostumet, nga skenografia, nga po të themi elementet vizual skenik, por edhe nga mënyra se si zhvillohet loja aktoriale, janë fëmijë të cilët janë të edukuar në skenë, po bëjnë gati paktën Kataleja ka 3-4 vjet dhe Erma është duke, domethënë po bën goxha kohë me ne, dhe është një shfaqje e cila flet edhe në aspektin edukativ. Pra ai mesazh është shumë të madh për të gjithë prindërit dhe fëmijët, të paktën për të kaluar qoftë edhe një mbasdite të këndshme. Flet për miqësinë, për fëmijët sot janë, domethënë unë i shikoj që janë pak a shumë të vetmuar si ishur të vegjël. Aty flet për punën në grup, për fuqinë e bashkëpunimit, që ne duhet i respektojmë dhe t'i duam prindrit, jo vetëm të ankohemi ndaj tyre. Flet për faljen. Pra është një udhëtim artistik dhe brenda botës së brendshme të fëmijëve, është një shfaqje e cila rrjedh në mënyrë shumë poetike, ka një tekst shumë të bukur dhe unë jam shumë krenare që së bashku me fëmijët kemi arritur të ndërtojmë një shfaqje me tekst aq të bukur, po në fakt jo ka ardhur natyrshëm, sepse ne kemi shkruar në proces provash dhe vetë puna ndonjëherë të dikton që ti vetë dhe gjua të jetë më vepruese. Pra është një shfaqje laborator. Vazhda si shfaqje kërkon shumë prova, ju si jeni ndjerë gjatë gjithë procesit? A ka vend edhe për vajzën tonë, apo si ishte kjo? Mund vide unë. Dhe kjo është laborator. Shfaqje laborator. Po për gjithë që duan të eksperimentojnë. Gjatë gjithë provave. Është shfaqje që ju lodh? Të them të drejtën, mua më ka shijuar shumë si shfaqje dhe në prova. Mësoj se Najada neve na mëson goxar, po nuk na lodh. Nuk ju lodh. Erma, për ty? Nga provat e shumta që kemi mësuar, nuk e ndjejmë atë lodhjen e shumt. Sa mirë. Sa mi provoje. Janë fëmijë dhe mënyra e mësimit apo se si zhvillohet vjen në formë lojrash, që ato, le të themi, indirekt kanë atë, pra vjen puna për të zhvilluar elementet artistikisht, ne aty zhvillohet jo vetëm fjala artistike, po është plastika e gjuhës trupit, kemi simbolet, për herë të parë në skenë kemi ritmet, po flas pak në mënyrë më të integruar, jo se nuk i kemi zhvilluar sepse do shumë vesh, dhe do që gjithë fëmijët jetë në uniform në të njëjtën kohë. Pra edhe për dëgjimin. Korek, ti si mendon? Unë jam i trishtuar, jo, s'ka, nuk e kam për veten time, unë kam djalin tim I cili vetëm me policinë nëse sjell aty. Mosha që mund vinë, cila është? Mosha, po, shiko, nuk ka kufi moshe, se ndonjëherë ajo flet për të gjitha moshat, prindrit të vinë bashkë me fëmijët, se kam për të ndjerë të dy shumë mirë.
për t'ju përgjigjur pyetjes së fëmijës. Më ndërpreu. Po, jo, unë ta kuptova, se është një problem që kam shumë prindër. Në fakt, aktrimi nuk është se unë po interpretoj edhe po mësoj se si të ri në skene dhe të interpretoj një rol. Me këtë ka të bëjë me qëndrimin. Jo, na ja ta s'po kuptove. Nuk e shkull dot nga celulari, nga kompjuteri dhe nuk ka interes fare për histori që nuk ndodh një gjë në sekondën e parë. Nuk të pret dot fare që ti ta ngresh historinë, ta mbushësh, kupton, ta kesh një pikë kulminante, pastaj nuk ti pret më. Kanë tjetër proces këta fëmijët e sotme. Ke shumë të drejtë, po. Kjo është e vërtetë edhe kjo është nga pikat kritike që prindrit evidentojnë të fëmijët e tyre si të metë të madhe, sepse ju ka humbur kurioziteti, janë bërë shumë të shpejt, shumë fast në informacion. Dhe ata nuk presin më një element surprizë që mund të ndodhë më vonë. Pra nuk e kanë edhe këtë durimi dhe humbasin interesin shumë shpejt nga gjëra. Pra që pa e nisur një gjë ata e lënë, nuk kanë më interes, se çuditshme se si ndodh. Por je menduar që të paktën të gjesh një mënyrë apo të ketë një lloj aktiviteti që mund të merret në sport apo në art. Po, i ka thënë kolegu çandru me kalamajë, me çandru, bën sport patjetër që bën sport, por është shumë pak që ta heqësh nga, sepse sapo vjen, nuk bën asgjë tjetër, vetëm heq ato kputucët me thumba, me taka dhe edhe pa u ndruar fare shkon direkt tek ato gjërat e veta të cilat unë janë ndaloj, herë pas here bën një rep. Është përshtatja që ne duhet kemi në mënyrë të moderuar me teknologjinë, sepse përfundimisht nuk ja heqi dot. Unë e shikoj edhe tek vetja ime, është e domosdoshme. Pra unë punën e kam gjithkohës me celular. Unë pa celular nuk dal dot nga shtëpia, nuk lë dot asnjë lloj takimi, je izoluar. Njësoj, por reagimet që ke parë nga publiku i vogël këto kohë të fundit, si e kanë qasur shfaqjen? Pra, kanë interes edhe për të ardhur prapë, një metodë për ta shkullur prapë nga telefoni? Sigurisht kanë interes, patjetër, sepse ne prandaj po e vendosim, se nëse s'do kishte interes, do ta kishim lënë me një numër të kufizuar shfaqjesh, patjetër sepse, shiko, fëmijët kanë dhe një gjë, që ti nuk duhet të jesh vetëm nga ana profesionale, le të themi, që të mbizotëroj fjala artistike. Ata duan pak argëtim, duan elementet e spektaklit, që shfaqja mos ju duket, le të themi nga jashtë e mërzitshme. Duan ritmet, duan plastikën, duan muzikën, se ne kemi të përfshirë edhe balerina të cilat kërcejnë. Pra duan një gjë më komplekse. Më komplekse, sigurisht pra elementet e spektaklit, diçka që ti tërheqë akoma më shumë. I duan të ndërthurura të gjitha element. Pra jo vetëm fjalë. Ti mund të kesh një tekst shumë... Ne edhe, po ka i problem tu, se fëmijët do shkojnë me prindrit në teatr, apo jo? Po neve që na pëlqen akoma i Shamunaqes. Ne jemi mësuar akoma me atë variantën e vjetër. Po, e kemi dhe fjalë, shiko, ne kemi dhe, unë thash edhe teksti, është shumë i bukur, është shumë psikologjik, ka fraza dhe filozofike, të cilat janë edhe për të rriturit. Pra kemi munduar të bëjmë një kombinim. Po pra, po Erma, po na shef si të shef dhe prindit e vetë, bosat vjetër janë këta. Jo, nuk janë ashtu. Po bazat nga e gjithë shfaqja, ka një pjesë të preferuar, mësuesja tha që ka shumë mesazhe brenda. Një pjesë tuaj të preferuar që kur interpretoni e keni me shumë qef? Mua më pëlqen teksti kur unë nuk bie dakord me Ermën në fakt, sepse Erma tani në shfaqjen tonë është dhe Meri Manga, të cilin ne kemi mërzitur, jemi treguar shumë të prapt me të. Dhe Erma thot që nuk duhet ta besoni atë, do na fusi në kurth. Por unë nuk bie dakord me Ermën. Meri Manga është, le të themi, e pavedishmja bota psikologjike e fëmijëve. Mos vikam do të shoh, se unë kam fobi nga Kanë vërteta, o kolegë, kanë vërteta. Vjen but, vjetë si metafor, pra është pavedishme e tyre. Këta është një lloj pasqyrie që ata shikojnë veten e tyre, është një udhtim që këta rriten brenda vetes së tyre. Po këta po rriten dhe në skenë, se ne kemi filluar me busullën magjike, vjetë kemi qenë po tek ju që kemi folur për fëmijët e magjesur, pra po kalon një triologji, një udhtim në kohë. Dhe së fundmi mendojmë ta mbyllim këtu me Xhungla që flet, pra Xhungla është vetë kjo pjesa e koklavitur e fëmijëve. Dhe janë gjetur, pra jepen këto kodet për ta shkoduar, se më thëmë,
Sigurisht, sepse Merimanga i vën në sfida dhe ne kemi ca etyde psikologjike shumë të bukura që fëmijët dalin tek në sken dhe janë të ndriçuar ku kanë momente reflektimi nga e kaluar. Pra dikush përballet me mërzitjen që ka ndaj prindërit, i merr aroma saj këmishës së tij që i mungon, dikush ka të elementin e arushit që i sjell të kaluarën i nati. Pra është një lloje përplasje psikologjike për të reflektuar mbi gabimet e të kaluarës. Sa punë bukur keti mi gocë? Nuk është daj që bukur, jo shumë e losme, dhe atë po mendoja, thash, kur do mund të kem një ditë qetësi. Jo, shumë e bukur, reali, është e këtu të redaksia jonë është qetësi. Është një punë që bëjmë shumë dashuri, po ka përgjegjësi, sepse janë të fëmijë dhe ti mundohesh t'i japësh më të mirët dhe t'i edukosh drejt, se ndonjëherë është edhe mënyra se si ti duhet t'u apërçosh atyre elementët. Nuk është e thjeshtë, është pedagogjia, është punë edukative. Unë do doja që të flisin dhe pak vajzat për rolet e tyre, se kanë punuar shumë realisht. Me që jemi në fund fare dhe mos t'i zbulojmë publikut shumë, se duhet vim të premte në orën 4 për t'i ndjekur. Do ikim ne? Po do ikim? Jemi që jemi. Në rritë fëmijët, po hajtë no. Kështu ka dherën e parë do vim dhe nuk erdhët. Serdhja jo. E kisha fëmijë që Fëmija poshtër. Po, vajza, shkurtimisht për rolet tuaja. Roli im në shfaqje flet për një vajzë që do të bëj historinë e karrierën e saj, që historinë e xhungles do ta shkruajë në një libër ose do ta realizojë në një film, dhe që kërkon me një ngulm të madh që të drejtat e autorit të mos ia marrë askush. Okej, Katalea, po ti? Ne të gjithë jemi fëmijë të humbur, të cilët kanë humbur në xhungël, jo vetëm në xhungël, dhe Merimanga më në fund neve na çliroi, na fali, edhe pse ne jemi treguar shumë të prapë, siç thashmë përpara. Të gjithë jemi lutur Merimangës, dhe Merimanga më në fund e ndjeu atë lutjen tonë dhe na çliroi. Edhe mua më ka për këtë flet roli im, siç tha Erma dëshiron që të na e kthejë shfaqjen tonë në histori, tek shfaqja. Dhe ndoshta ta bëjmë libër. E mirë. E lëm suspans. Është kjo gjurma që duam të lëm. Faleminderit shumë Rajada. Faleminderit juve për suksese mundësinë. Faleminderit. Ne do shihemi nesër, Avazi. Nesër data 5 nëntor? 6.